Për herë të fundit ishte ora 9:20, deri 9:30 kam dhënë, por 9:20, dhe ju afroi një djalë edhe e kërkoi për në rreth-gret. Këtë e ngjum rreth-gret dhe ja kemi dhënë version policisë, mirë po gjatë gjithë ditës mungoi, familja u preokupu, edhe vjen policia me që unë punoj këtu afër dhe i shikoj ngjarjet, njerëzit paktën edhe i dëgjoj, dhe më tha i policisë me familjarët, edhe më pyetën, ku në çfarë e ke parë, ku iku, ku siku, dhe unë i thash që e ka kërku një djalë i ri, rreth 20 mendova unë, pa ai pas ka qenë 24 vjeç ai çuni, dhe ka ikë në rreth-gret. Policia pastaj filloi duke kërkuar rreth-gret, dhe drejt me thënë u shqetësum se ky si person është për të admiruar, ka qenë njëri shumë i urtë, rrinte punat e qoshen aty, për ditë dilte, dhe në atë kohë ka dalë në 8:30 ka dalë. 9 ka dalë që erdhi për punë, në 9:20 e kërkoi ai çuni. Po më ka ardhur shumë keq edhe unë vlej për të thënë, sepse ishte njëri nga të gjitha drejtimet me karakter të lartë, njëri në punë vetë nuk shqetësonte njëri, dhe ky version se mund t'ishte marrë për të marrë hak, ja, nuk figuronte fare.